Dallgët e jetës janë padyshim ato më të vështirat për t'u kapërcyer, disa me fytyrën e buzëqeshur dhe me zemrën që i qan nga brenda, e kapërcejnë edhe një tjetër dallg, që i përplas dhe i jep tutje. Të tjerë zgjedhin që të bëjnë më të thjeshtën, të dorëzohen dhe të mbyten. Historia e Nasser Alit, lojtari që zuri vendin e mitet e Shqipëria për ndeshjet e marset kundër Anglisë dhe Andorrës, është një histori për t'u bërë film. Nëse Ali do të kishte shënuar një gol fitore për Shqipërinë kundër Anglisë në transfert, historia e jetës mund të shfaqet në kinemat e çdo qyteti të Shqipërisë, pasi është e tillë, ka shumë nota dramatike dhe her pas here shfaqet edhe një kulm i bukur. Aktualisht Ali luan te Dinamo në Shqipëri dhe është në moshën 31 vjeçare. Paraqitja e tij në Anglisë ishte shumë e mirë në fazën mbrojtëse, duke gabuar shumë pak, për të mos thënë as pak, dhe duke nxjerrë Fodenin si lojtarin më të dobët që ishte pikërisht në krahun e Alit. Bëhet fjalë për lojtarin e Pep Guardiolës te Manchester City, por kritika e vetme për të qëndron në faktin se në të dyja ndeshjet, si me Anglinë edhe me Andorrën, Ali nuk e ndihmoi as pak fazën sulmuese, ndryshe nga Mitej, dhe për këtë arsye mungesa e këtij të fundit u ndje shumë. Por për çdo që ka parë kombëtaren prej kohësh, në momentin kur ishte anësia e gollit të Shqipëria dhe po vinte largimi i tij, Nasser Ali ishte si një Mario Mitej asaj kohe për ne. Ky lojtar kishte shumë qetësi në kontrollin e topit, shumë aftësi të mira në driblime dhe gjithashtu në krosime. Daljet fundore i kishte më të shpeshta dhe më të sakta se anësia e golli. Megjithatë, një vojtje e madhe goditi Nasser Aliin në një nga momentet ku duhet të arrinte kulmin e tij në karrierë. Pasi u formua te Baseli, Ali luajti në Hungari dhe në Rumani, por për pak kohë qëndroi edhe te Virtus Entella në Itali. Më pas ai qëndroi disa kohë pa ekip dhe la futbollin në një periudhë të caktuar, pasi babai i tij doli me kancer dhe mjekët i kishin caktuar afatin e jetëgjatësisë. Pra Nasseri e dinte se kur babai i tij do të ndronte jetë. Për këtë arsye, ai ndërpreu bashkëpunimin me ekipet jashtë Zvicrës dhe kërkoi të kalonte te ekipet që ndodheshin në Zvicër, pasi donte që të qëndronte më afër babait në ditët e tij të fundit. Po servitem të Badeni për të qenë në formë. Isha i zhgënjur këtë verë pasi nuk kisha klub. Megjithatë kuptova shumë. Kuptova se duhet të qëndroja më shumë me babain tim, i cili vuante nga kanceri. Kam pasur mendime të tjera se sa për një klub ku mund të luaja. Doja të rija në Itali, por problemet vazhduan. Menaxherët falsifikuan firmën time për të bërë bisedime me klube të tjera. Në Itali e humbën besimin te unë. Megjithatë këtë çështje do ta ndjek deri në fund. Dua të qëndroj pranë familjes dhe një klub jashtë vendit nuk është në prioritetet e mia, tha Ali në një intervistë për median zvicerane Blick në vitin 2018. Fati e sodhi që Ali të vishte sërish fanellën e Shqipërisë dhe të luante në tokën e Wembleyt kundër anglezëve. Një paraqitje shumë e mirë, por nëse do të largoheshim me pikë nga Anglia, kjo histori do të merrte një vëmendje botërore.